Prizrenin e dallon muaji Ramazanit, ndoshta në gjithë gjeografinë kombëtare, për faktin se në këtë muaj prizrenasit i përkushtohen këtij muaji dhe agjërimit. Po spitajkave që dallohen dhe Prizreni është një lloj identikimi, këtij gatimi është karakteristike këtij qyteti, edhe topi në kalan shekullore të Prizrenit, i cili paralajmëron fillimin e iftarit. Iftari është ndër karakteristikat më të rëndësishme të muajit të Ramazanit. Mbarimi i agjërimit dhe fillimi i iftarit është një rit i veçantë. Historia e topit të Ramazanit është shumë e vjetër, atësa edhe për këtë ngjarje të traditës ka shumë rrëfime të bartura ndër breze. Por ajo që dihet është fakti se dikur njerëzit i kishin mungesë orët qofshin në shtëpi apo në xhep. Prandaj topi ishte paralajmërimi i iftarit që ishte për të gjitha familjet. Lidhur me këtë, ne kemi marrë dhe opinionin e kryeimamit të Prizrenit, Orhan Efendi Bislimaj, i cili pohon. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Po ju përshëndesim të gjithëve këtu prej ambientit të kalasë së Prizrenit, pikërisht këtu pranë topit që simbolizon atë krenarinë e kalasë, po edhe të qytetit të Prizrenit, pasi që gjatë muajit të agjërimit, ky top ka shërbyer për sinjalizimin e ardhjes së iftarit dhe ka qenë për atyre momenteve edhe hijeshisë me të cilën është karakterizuar qyteti i Prizrenit, madje edhe dalluar prej qyteteve të tjera. Bëhet fjalë për një traditë të mirë që ka pasur Prizreni ndër shekuj, por që ishte ndërprer nga okupatori serb pas luftës së dytë botërore. Topi i kalas që është i kthyer ka pjesa urbane e qytetit të Prizrenit, ka ushtuar gjatë Ramazanit për çdo ditë në kohën e iftarit. Ka qenë në koordinim me myezinin e xhamisë Gazi Mehmet Pasha, ashtu që pas ndezjes së dritave nga minarja e xhamisë, ka filluar ezani dhe pastaj ka pësuar ushtima e topit. Njësoj veprohet edhe sot gjatë improvizimit. Por për ta rigjallëruar këtë traditë që dikur ka qenë shumë e mirë edhe brez pas brezi është kujtuar si një nostalgji për qytetin e Prizrenit, Këshilli i Bashkisë Islame i Prizrenit ka dashur që sadopak këtë traditë të sinjalizimit të iftarit ta mbajë aktive duke e improvizuar topin përmes ndezjes së sheshgjarëve. Tash në këtë moment po fillon edhe tjera e zonës prej xhamisë së Barakut. Fatkeqësisht, këtë aktivitet jemi duke zhvilluar prej pozicionit ku është dera e kalas e jo prej vendit ku është topi, pasi që Ministria e Kulturës ka bërë pengesa kundër këtij aktiviteti. Po shpresojmë që Ministri Rullah Qeku do të vendosë raport të ri me kërkesat e qytetarëve të Prizrenit, përkatësisht me komunitetin islam. Si aktivitet, nisi gjatë Ramazanit të vitit 2017 dhe shpresojmë se do të vazhdoj edhe në të ardhmen, ka thënë ai për televizionin Besa kryeimami Bislimaj. حي على الصلاة